Mbetjet urbane vijojnë të mbeten një ndër shqetësimet kryesore për territorin e Bashkisë së Elbasanit, sidomos gjatë sezonit veror. Kjo është panorama që ofrojnë disa nga akset nacionale Elbasan-Gjinar, Elbasan-Cerri-Gramsh dhe Elbasan-Librazh. Por edhe në brendësi të lagjeve në zonën urbane, situata paraqitet problematike. Në këto ditë të nxehta, pranë tyre ku ndërmon erë e rëndë, autoritetet vendore dhe ekspertët e mjedisit paralajmërojnë për pasojat të rënda, si ndotja dhe dëmtimi i turizmit, si dhe rreziku në rritje për zjarre. Prefekti i qarkut të Elbasanit Ilir Bejtia lidhur me këtë problematikë thekson se ajo është më e theksuar në zonat urbane, ku grafiku i mbledhjes së mbetjeve shpesh nuk ballon fluksin e rritur gjatë muajve të verës. Ai shprehet se aktivizimi i inceneratorit do të ishte një zgjidhje shumë efikase për këtë problem. Unë do thoya që problemi më i madh është në zonat urbane, pasi ato gjenerojnë sasi shumë të mëdha mbetjesh. Nuk është se janë lënë masdore edhe zonat rurale, ju mund ta verifikoni në çdo fshat, në çdo qendër, njësi administrative ekziston shërbimi i pastrimit dhe i grumbullimit të mbetjeve, janë vendosur kazanat, shërben, ka një grafik për shërbimin e tyre. Ndoshta ai grafik duhet përmirësuar duke pasur parasysh edhe sezonet kur ka më tepër fluks konsumi dhe mbetjet që krijohen. Ne kemi një incenerator i cili duhet vjet në punë. Ka një problem, defekt, nuk e di, teknik, ç'a mund të jetë. Unë besoj që lidhet me faktin që për një kohë gjatë, për shkak të proceseve që ndodhen, ngeli i pavendosur në punë dhe kjo bëri që të ketë nevojë për një restart. Dhe vendosja e tij në punë, jeni të sigurt që nuk do lërë dot mbetje rrugës, sepse neve kemi më pak prodhim mbetjesh se sa që konsumon inceneratori. Prefekti gjithashtu thotë se përgjegjësia kryesore nuk bie mbi qytetarët, por mbi subjektet private në zonat rurale dhe institucionet lokale. Në mungesë të sensibilizimit, ai sugjeron të merren masa ndëshkuese ndaj ndotësve. Në këtë kuptim do thoya që kontrolli duhet të jetë ky i tillë që të sensibilizojnë radh parë ata që e krijojnë problemin dhe që janë bizneset, po kur nuk ngjojnë me sensibilizim, ketë masa ndëshkuese. Kjo është zgjidhje. Ambientalisti Ahmet Mehmeti ngre alarmin për ndikimin negativ që mbetjet kanë në mjedis dhe ekonomi lokale. Sipas tij, institucionet duhet të jenë më aktive dhe të zbatojnë ligjin pa përjashtime, ndërsa qytetarët duhet të jenë më të sensibilizuar. Duhet në radhë parë, jo vetëm bajnë pastri qytetin, sepse nga djegja, tani në verë, atmosfera e pson e para, domethënë shëndeti i njerëzve, direkt, por ato bëhen shkak edhe për zjarre, edhe zjarre me dëme të mëdha, që digjen ullishta, vreshta, digjen pyje, kështu që problemi i zjarreve edhe i mbeturinave është një. MCN u drejtua për një informacion më të detajuar ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashkinë e Elbasanit. Drejtues të saj jashtë kamerës pohuan se do të rishohin grafikun e tërheqjes së mbetjeve në mënyrë që kontenierët të mos qëndrojnë të mbushur, sidomos në zonat me popullsi të lartë, të cilat kanë potencial në zhvillimin e turizmit.